kyç brenda 100 vite, 100 ditëve Partia Demokratike ka premtuar të caktoj minimumin jetik 200 euro. Minimumi jetik I cili as nuk është diskutuar ndonjëherë në të gjithë këto vite e qeverisje nga Partia Socialiste dhe sot e kësaj dite nuk e kanë absolutisht hasnat programin e bërë kështu copy-paste nga Partia Demokratike. Partia Socialiste kërkon një mandat të katërt, është sepse I duhet Shqipërisë patjetër të jetë kryeministri Edi Rama dhe me gjithë reformat që ka bërë. Si pasojë e kësaj sjellje, para ne nuk kemi ende një llogaridhënie. Nuk dëgjova asnjë fjalë nga dy kolegët për dhënë llogari për të gjitha punët e shkuara keq në këtë vend dhe që na kanë sjellë në këtë situatë katastrofike. Fakti që gjykohen dhe janë në hetim ministra apo ish ministra është një nga treguesit se ky sistem drejtësie është forcuar nivelin e mjaftueshëm për t'i dhënë një kuptim kësaj lufte, për ta bërë këtë betejë. Korrupsioni që ne kemi pas në nivel endemik, e ka çuar në nivel pandemik. Ka shku ka korruptu edhe në kontinentin tjetër përtej Atlantikut. Besoj dosja me Gonigal e kemi të gjithë parasysh. Përveç korrupsionit financiar, më lejoni t'ju them, dhe korrupsion e madh moral. Ky është një shtet I cili ka bërë ligje kundër familjes. Ju kujtojnë këtu konceptet e prindit 1, prindit 2, kush I futi? E shoh gjithmonë që e nxini vendin dhe më vjen shumë keq që në vend kthehen promotorët të vendit, kthehen në nxirës të vendit. Sa I përket reformës në drejtësi, do t'ju citoj çfarë thot World Justice Project, jemi më keq se Rusia. Jemi më keq se vende që janë, nuk po them të botës tretë, po janë vende që janë diktatura të mirëfillta. Ne kemi zgjedhur që të kemi një drejtësi të paanshme, duke krijuar institucione të cilat kanë grada të ndryshme. Dhe nuk mendoj që në asnjë moment kryeministri ka sulmuar sistemin e drejtësisë, por kemi folur për disa raste. Pastaj ne nuk mund të komentojmë raste individuale. UNICEF-i flet këtu për varfërinë ushqimore të fëmijëve 0 deri 5 vjeç në Shqipëri. Ne sot kemi 47% të fëmijëve në varfëri ushqimore. Deri në momentin që nuk kemi fakte, atëherë nuk flas, unë nuk mund të flas për këtë gjë. Në Shqipëri nuk ka më problematika, mund dalësh natën, mund të jetosh, mund të punosh natën.